Drejtuesja politike e Tiranës, Ogerta Manastirliu, ka vjuar takimet publike me banorët e njësisë 8 dhe 9 në kuadër të turit të dëgjesave me qytetarët e Tiranës për prezantimin e buxhetit të vitit 2026 për Tiranën dhe Shqipërinë. Jemi këtu së bashku me përfaqësues të qeverisë, e gjithashtu edhe deputet dhe përfaqësuesit e Bashkisë Tiranës, nënkryetarët, për të diskutuar mbi buxhetin 2026, po mbi gjitha për të adresuar ato halle, shqetësime, probleme tuaja, të cilat ne jo vetëm i kemi në vëmendje, por edhe i kemi adresuar dhe adresojmë vit pas viti në buxhetet tona, e gjithashtu duam që të flasim konkretisht pikërisht se si i kemi gjetur zgjidhje dhe cilat janë projektet dhe prioritetet për buxhetin 2026. Për ne çdo ditë e vitit është si fushat, pra është fushat mbi gjitha komunikimi me banorët, komunikimi me komunitetet, me të gjitha ata qytetarë që duan ta shohin qytetin edhe më të zhvilluar, por nga ana tjetër duan që të prekin këto investime aty në lagjen, në rrugën, në vendin ku banojnë. Kemi nisur një operacion për çlirimin e hapësirave publike, i cili po vijon me intensitet në të gjithë Tiranën dhe në fakt hap pas hapi po shohin se si janë çliruar e si po çlirohen çdo ditë hapësira që ishin të zëna dhe të cilat ishin dhe të pashfrytzuara nga komuniteti, duke krijuar mundësinë që tashmë të kemi në dispozicion të projekteve që janë duke u hartuar nga arkitekt vendas, po edhe të huaj, rreth 100.000 metra katror. Janë më shumë se 1.000 hapësira tashmë të lira, 1.000 mundësi për të shfrytzuar pikërisht në funksion të komunitetit, për më shumë kënde lojrash për fëmijët, për më shumë hapësira çlodhëse për të moshuarit, për më shumë hapësira apo kënde të vogla sportive në lagje. Në takim, drejtuesja politike e Partisë Socialiste për Tiranën ndau gjithashtu projektin e superbllokeve, që synon transformimin urban të lagjeve, rritjen e sigurisë dhe zgjerimin e hapësirave publike të aksesueshme për të gjithë banorët. Ajo theksoi edhe rëndësinë e përmirësimit të transportit publik.